Shqipërisë për pafajësinë e udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila u fut sot në rendin e ditës mbas votimit kërkesës kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla. Fillojmë me prezantimin e deklaratës. Fjalën e ka zoti Igli Hasani dhe më pas zoti Tritan Sheu si bashk përgatitës. Bashk autor, pra po. Pra do prezantohet deklarata. Faleminderit zoti kryetar, më lejoni të lexoj deklaratën e përbashkët që hartuan me kolegun Tritan Sheu për pavajtësinë e udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kuvendi i Republikës Shqipërisë në ushtrimin e kompetencave të veta kushtetuese dhe në përmbushje të rolit vet si përfaqësues i vullnetit popullit shqiptar, shpreh shqetësimin e thellë për kërkesën përfundimtare të prokurisë speciale të dhomave të specializuara në Hag ndaj drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotrinjve Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Kuvendi i Shqipërisë, duke mbajtur parasysh të vërtetën historike të luftës çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës, rithekson se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një lëvizje legjitime çlirimtare që luftoi për drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetvendosje të popullit të Kosovës, në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare dhe Kartës Kombeve të Bashkuara. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbijetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, i cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Për këtë, Kuvendi i Republikës Shqipërisë deklaron mbështetjen e plotë dhe të pakushtëzuar për drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ishin dhe mbeten përfaqësues të aspiratave të drejtat popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Lufta e tyre ishte e drejtë, e mbështetur në parimet universale të drejtave të njerëzit. Kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hag, komunitetit ndërkombëtar dhe institucionet drejtësisë ndërkombëtare që deklarojnë pafajësinë e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit përmes një procesi të drejtë dhe të panshëm, që respekton dhe nuk cënon dinjitetin e luftës çlirimtare të popullit të Kosovës, duke mos lejuar që instrumentet e drejtësisë të shndërrohen në mjete për rishkrimin e historisë apo për barazimin e viktimës me agresorin. Kujtimin ndaj bashkësisë ndërkombëtare se lufta e UÇK-s u zhvillua në kushtet ku regjimi i Miloševićit po kryente spastrim etnik, krime sistematike kundër njerëzimit dhe akte genocidiale ndaj popullatës civile të Kosovës, dhe se ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 konfirmoi legitimitetin e asaj lufte dhe natyrën kriminale të regjimit të Miloševićit. Vlerësimin e lartë për dëshmitarët ndërkombëtar të mbrojtjes si Wesley Clark dhe James Rubin, të cilët konfirmuan të drejtën e popullit të Kosovës dhe udhëheqësve të tyre për liri. Solidaritetin e plotë me popullin e Kosovës dhe me familjet e drejtuesve të UÇK-s, duke ritheksuar se kombi shqiptar qëndron i bashkuar në mbrojtjen e të vërtetës historike dhe të dinjitetit të luftës për liri, dhe angazhimin për të ndërmarrë çdo hap nevojshëm diplomatik dhe politik në forume ndërkombëtare për të siguruar që e vërteta historike mbi luftën çlirimtare të Kosovës të mos cënohet dhe që drejtësia të ushtrohet në mënyrë të drejtë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë u bën thirrje institucioneve të shtetit shqiptar, institucionet të Republikës Kosovës dhe diasporës shqiptare të qëndrojnë bashkuar në mbrojtjen e së të vërtetës, dinjitetit dhe drejtësisë për popullin e Kosovës dhe për drejtuesit e luftës tyre çlirimtare, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Kuvendi i Republikës Shqipërisë u rekomandon qeverive të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës të bashkëpunojnë dhe koordinojnë për denoncimin ndërkombëtar të krimeve serbe në Kosovë. Kjo deklaratë përfaqëson vullnetin unanim të Kuvendit të Republikës Shqipërisë dhe i transmetohet dhomave të specializuara në Hag, Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Parlamentit Evropian, asambleve parlamentare të NATO-s, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës, si dhe të gjitha qeverive, mike dhe partnere. Faleminderit, kjo është deklarata. Faleminderit zoti Hasani. Fjalën e ka zoti Tritan Sheu, si bashkëhartues. Faleminderit zoti kryetar, kolegë. Është një betejë gjatë që Partia Demokratike
grupi jonë parlamentar për vitesh po e bëjmë për të miratuar një rezolut apo deklarat ku të dënohet qartësisht genocidi serb në Kosovë, krimet kundër njerëzimit të kryera aty dhe t'i kërkohet qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar të bashkëpunoj me shtetin e Kosovës për denoncimin ndërkombëtar të këtyre akteve kriminale. Sepse Kosova vetë nuk mund të realizojë një proces të tillë, meqense nuk është antare OKB-s. Fatmirësisht sot neve miratojmë një dokument të tillë, do thoya shumë të rëndësishëm. Ishin rrethanat, ndoshta që krijuan mundësinë dhe krijuan kushtet për miratimin e kësaj dhe nga majoranca, si pasojë e procesit të inskenuar në Hag, ku kërkohet të dënohen ata që luftuan për liri, për drejtësi, për pavarësi, ata që luftuan së bashku me NATO-n dhe me gjithë shtetet dhe qeverit perëndimore kundër atij genocidi, pastrimi etnik, si thuhet edhe në këtë deklaratë sotme, të realizuar nga makina luftarake e Miloševićit. Ishte kjo luftë e cila solli deklarimin e pavarësisë së Kosovës nga presidenti Bush, pikërisht në Tiranë, në krah të zotit Berisha. Ishte kjo luftë e cila bëri të mundur krijimin e kushteve për një stabilitet të ri në rajonin tonë, si pasojë e shkatrimit të makinës luftarake të Miloševićit. Çdo tendencë për të njollosur këtë luftë bie ndesh me të vërtetën, me historinë, me vlerat, me stabilitetin në rajonit, jo vetëm thjesht me interesat e shqiptarëve kudo ku janë, po do thoja me interesat e rajonit duke vënë rrezik të stabilitetin evropian. Prandaj është një detyrë sublime sot e këtij kuvendi të miratoj këtë deklaratë, të denoncoj pikërisht një proces fars që realizohet sot në Hag dhe që kërkon të tjetërsoj të vërtetën historike, duke qenë në krah të atyre të cilët luftuan për liri dhe që deri më sot nuk është prezantuar as një fakt, as një provë konkrete nga ata që akuzojnë për dërme, për dënime të tilla apo për krime imagjinare të cilave i atribuohen. Është e rëndësishme që ne sot miratojmë këtë duke dalë nga një impas disa vjeçare të kuvendi në mos miratimin e një dokumenti të tillë të qartë ku dënon atë krime kundër njerëzimit, atë genocid, atë pastrim etnik, qartësisht dhe ku në këtë mënyrë kërkon të vendosi të vërtetën historike. Shiko, ndoshta ka qenë edhe kjo mungesë, kjo hapësirë boshe krijuar nga ky kuvend që ka influencuar në një pikë apo në një tjetër edhe në ato akte akuza të krejtësisht të pavërteta dhe jashtë realitetit të vendosur me liderët e UÇK-s. Sepse në takonin radh parë, kuvendi i Shqipërisë, mbas kuvendit të Kosovës, të miratoni me njëherë një deklarim të tillë. Megjithatë, një fjalë thuhet më mirë vonë se kurrë. Rëndësi ka që ne sot po miratojmë një dokument të tillë. Unë realisht jam mjaft entuziast sot që ne arrim më në fund të arrim në një dokument të tillë të rëndësishëm, i cili përbën thelbin e të vërtetës, përbën atë që është elementi micin të mbërtetë stabiliteti në rajonin tonë, historia dhe ajo që ka ndodhur. Pa dënuar krimet e të kaluarës, nuk mund të ketë stabilitet. Pa dënuar atë genocid, ato krime kundër njerëzimit, atë pastrim etnik, nuk mund të ketë stabilitet. Nuk mund të mbështetet stabiliteti i rajonit tonë mbi të pavërteta dhe mbi gënjeshtra. Nuk mund të mbështetet stabiliteti i rajonit tonë mbi ato akte akuza krejtësisht të sajuara dhe të krijuara artificialisht në liderët e UÇK-s. Ne kërkojmë të ato të pastrohen. Ne kërkojmë të thohet e vërteta. Ne kërkojmë që liderët e UÇK-s të marrin atë që meritojnë, pavarësinë, pafajësinë dhe rolin e tyre që duhet të kenë në politikat e vendeve përkatëse. Prandaj sot ky kuvend me përgjegjësi të plotë kërkon këtë element. Kërkon të sqaroj atë që është historia e vërtetë e luftës së Kosovës, e cila u realizua në bashkëpunim të plotë, në mbështetje të plotë, dhe fitore e rritë në saj, të asaj që dha NATO-ja
dhe perëndimin ndaj luftarëve të Kosovës. Çdo anatemim i UÇK-s dhe luftarëve të Kosovës në fundi është një anatemim kundër NATO-s, kundër ndërhyrjes së saj, kundër rolit shpëtimtar të saj. NATO nuk ndërhyri qorrazi. Nuk mund ndërhyr qorrazi. Nuk është ashtu si deklaroi një prokuror atje që tha që NATO nuk dinte të vërtetën. E dinte shumë mirë vërtetën. E dinte ku ishte krimi, e dinte ku ishte genocidi, e dinte ku ishte krimi kundër njerëzimit dhe ndërhyri pikërisht në krah të shpëtimtarëve të luftarëve për lirinë të Kosovës për të sankcionuar atë liri e cila tashmë është element, është gur themeli dhe i stabilitetit të rajonit tonë. Prandaj, unë jam i bindur do meritojmë të gjithë këtë rezolutë në mënyrë absolute dhe kjo është një kënaqësi e veçantë, por ju bëj thirrje që zërin e kësaj rezolute që miratojmë sot, zërin e kësaj deklarate që miratojmë sot, ekon e saj ta shpërndajmë kudo, që të heqim ato hije gënjeshtras që kërkojnë të ndërthurin dhe të izolojnë dhe të fshehin të vërtetat historike, luftën heroike, vlerat e lirisë së popullit Kosovës, popullit shqiptar, shqiptarëve kudo janë dhe luftën që bën popujt e rajonit tonë kundër makinës kriminale të Miloševićit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e kanë kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetarët e grupeve parlamentare me radhë zoti Mediu, më pas zoti Blushi. Sa votim? Tani? Dhe në emër të grupit të Partisë Demokratike s'ka është zoti Leskaj. Ta marrësh fjalën tani shket i quaj si duash. Të nderuar koleg deputet, ajo që po ndodh në Hag nuk është thjesht vetëm persekutim i Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit, por është një padrejtësi e madhe që kërkohet t'i bëhet historisë Kosovës, popullit Kosovës dhe gjithë shqiptarëve. Është një persekutim dhe një tendencë e hapur për të zhbërë momenti më të lavdishëm të Kosovës dhe luftëtarëve të UÇK-s, të cilët u përballen me regjimin e Miloševićit, kasapit Ballkanit, i cili masakroi, përdhunoi, vrau dhe shpërnguli qindra mijëra njerëz të pafajshëm nga shtëpitë e tyre. Është e qartë, është tendenca për të zhbërë një histori e cila është historia më e mirë e shqiptarëve. Liderët e UÇK-s ishin të parët që krijuan partneritetin me NATO-n për t'i dhënë fund këtij persekutimi dhe spastrimi etnik të krijuar nga Miloševići. Prandaj, edhe generali Wesley Clark, James Rubin, Chris Hill dhe tjerë shkuan në Hag për që në krah të luftëtarëve dhe të drejtës lirisë Kosovës, duke deklaruar qartë jo vetëm pafajësinë e tyre, por dhe qëllimin i cili nuk ishte vetëm i liderëve të UÇK-s, por dhe të gjithë vendeve anëtare të NATO-s për t'i dhënë fund kësaj padrejtësie të madhe për t'i hapur rrugën pavarësisë Kosovës. Kosova sot është e pavarur. Është një vend në partneritet me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po përballet me një sulm të organizuar nga ana e Vučićit dhe ashtu edhe nga Rusia. Prandaj, më tepër se deklarata, duhet patjetër që dhe diplomacia shqiptare dhe parlamenti shqiptar të gjenë rrugët dhe mënyrat për të ngritur këtë çështje në çdo lloj institucioni, se kjo tendencë për të zhbërë historinë në rajonin e Ballkanit kundër Kosovës është për të rikthyer edhe një herë qartë në rajonin e Ballkanit konflikte, të cilat ndoshta sot janë të fjetura, por që mund të rihapen në dëm të qytetarëve të këtij rajoni të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit. I nderuar kryetar, nderuar koleg deputet, javën e kaluar Kongresi Amerikan deklaroi qartë nëpërmjet zërit të kongresmenit Keith Seld, kryetari për Komisionin për Europën, mbështetjen për antarësimin e Kosovës në NATO. Do kërkoja prej hartuesve të kësaj deklarate që të shtojnë një pikë që Kuvendi i Shqipërisë mbështet antarësimin e Kosovës në NATO, duke shtuar edhe mëtej se janë pikërisht Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli, cilët ishin pioner të rrugës së bashkëpunimit të
Kosovës dhe antarësimit të saj NATO. Mendoj që kjo do të jepte edhe një përgjigje akoma dhe më të mirë atyre të cilët në Hag po përpiqen tash bëjnë të histori. Sot duhet veprojmë si shqiptar, më tepër sa ngjyrat tona politike, për që të bashkuar në Kosovën, në Shqipëri, në Maqedoni, edhe në Malzi dhe kudo që jetojnë shqiptarët, kudo në të gjithë botën, për të vepruar në një zë, në mbrojtje jo vetëm të këtyre liderëve të UÇK-s, por në mbrojtje të interesit tonë kombëtar dhe të Kosovës. Pra, duke u pajtuar me deklaratën dhe qëndrimet e kolegëve më parë, do desha që të vlerësohet që ndoshta të shtohet një pikë e formuluar ndoshta nga të dy artusit për mbështetjen e Kosovës për antarësimin NATO edhe si qëndrimi i Kongresit Amerikan, por dhe si kontribut i atyre cilët po persekutohen pa drejt sot në gjykatën e Hagës. Është e turpshme kjo që po ndodh, është kundër jo vetëm atyre që po persekutohen, por kundër historisë kombit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit zoti Mediu, fjalën e ka zoti Tedi Blushi, në emër të grupit parlamentar Partia e Lirisë. Faleminderit, kryetar. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ju imponua popullit të Kosovës nga shtypja dhe gjenocidi kriminal i Slobodan Miloševićit rezultoi se ka qenë e drejtë dhe historike. Dhe kjo është një çështje për cilin ne si parti politike jemi shprehur qartë, sikundër jemi shprehur qartë për pavarësinë e udhëheqësve të UÇK-s që sot ndodhen në Hag. Por janë disa fakte për cilat ky kuvend as nuk mund të mbyll sytë dhe as nuk mund të heshtë. Sepse vërtet Kosova sot na bashkon të gjithëve, por jo të gjithë, edhe në këtë sallë, kanë mbajtur të njëjtin qëndrim në raport me Kosovën. Se sa e do Edi Rama Kosovën, ky është një fakt që nuk ka nevojë për shumë koment. Sepse është Edi Rama ai që kur nuk e ka përmendur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që legjitimoi pavarësinë e Kosovës. Është Edi Rama ai i cili u angazhua në mënyrë fanatike për ndarjen e Kosovës. Është Edi Rama ai i cili bekoi projektin Ogurzi të Vučić që vari i Sa Boletinit të shkonte në Serbi, sepse është Edi Rama ai që bashkë themeloi me Aleksandar Vučić projektin e Ballkanit të hapur, sepse është Edi Rama autori i hedhjes në gjyq për herë të parë në historinë e Shqipërisë, për herë të parë në historinë e Kosovës, të kryeministrit Ramush Haradinaj, ky që i qanë shpirti sot për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Këto janë veprat e tij. Sikundër është Edi Rama, autori i deklaratës skandaloze që tronditi të gjithë vendet anëtare të NATO-s, që kontribuan për çlirimin e Kosovës. Qeveriu i Kosovës, sipas tij, na qenë ka tokë e askujt, sepse është Edi Rama, autor i deklaratës skandaloze, kam qenë dhe unë në atë sallë, në kuvendin e Kosovës, që deklaroi se Shqipëria dhe Kosova së shpejti do të kishin një president, sepse është Edi Rama,
ai që kur nuk dënoi rrëmbimin e policëve të Kosovës nga ushtria serbe në territorin e Kosovës, dhe ai që u vonua më shumë nga të gjithë për të dënuar sulmin terrorist në Bajsk, nuk mund t'i qaj zemra për UÇK-n ati që sot nuk është asgjë tjetër vetë se vasal i Vučićit. Dhe ju e dini se kush ka qenë Vučić dhe se çfarë roli ka luajtur ai në regjimin e Miloševićit. Ndaj na e kurseni hipokrizin dhe dashurin tuaj për Kosovën dhe për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kur Edi Rama nga mëngjesi në darkë bën çdo gjë si vasali Vučićit për të zhbërë këtë luftë dhe për të zhbërë sakrificat, gjakun e derdhur për lirinë e Kosovës. Këto janë të vërteta që nuk i mbuloni dot. Nuk i mbuloni dot as me propozime tuaja për një rezolutë e cila meriton në fakt të votohet unanimisht nga ky parlament. Megjithatë, sot është dita që dikush nga ju që e quan veten shqiptar, që e quan veten patriot, të kërkojnë ndjesë për deklaratat e kryeministrit tuaj. Sepse se pat pranueshme për një komp, dhe sigurisht edhe për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, të pranoj sot ketë një kryeministër të tillë që nga mëngjesi në darkë nuk bën asgjë tjetër, vetë se dëshmon se është një vasal i bindur, një skllav i armikut më të egër dhe i armiqve më të egër të Kosovës. Faleminderit. Nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të flasë zoti Bujar Leskaj. Shpresoj të flasë për projekt deklaratën. Po flas. Nuk thash në emër të grupit, nga grupi. Në fakt unë dhe po mos të flisja në emër të grupit, do flisja si deputet i Vlorës. Do ta gjeja mundësinë se për këtë arsye kam ardhur sot në kuvend. Vendimi i zyrës së prokurorit të specializuar ZPS në Hag për t'i kërkuar gjykatës ndërkombëtare 180 vite heqje lirie ndaj heronjve të gjallë të UÇK-s, presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, përbën një akt të rënd pa drejtësie dhe një goditje të drejt për drejt ndaj të vërtetës historike të luftës çlirimtare të popullit shqiptar në Kosovë. Ky proces i mbështetur në pretendime të njëanshme dhe i shkëputur nga konteksti i pushtimit, represionit dhe genocidit shtetëror serb në Kosovë, po shndrohet në një mjet politik diskriminues dhe jo në një instrument real të drejtësisë. Vendimi i ZPS-s rrezikon seriozisht të deformoj realitetin historik dhe juridik të luftës së Kosovës. Lufta çlirimtare e popullit të Kosovës ishte një reagim i lishëm dhe i domosdoshëm ndaj një fushate sistematike shtetërore të dhunës, pastrimit etnik dhe krimeve të luftës të ushtruara nga regjimi Slobodan Miloševićit, një regjim tashmë i dënuar moralisht dhe juridikisht nga komuniteti ndërkombëtar. Në mendimin tim personal, zyra e prokurorisë speciale në Hag, ZPS, mund të quhet dhe zyra serbe e prokurorisë në Hag. Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë është një dokument me rëndësi të madhe, është një dokument me rëndësi historike, politike, është një dokument kombëtar. Në mendimin tim, vlerat e kësaj rezolute janë te fakti se konfirmon dhe kërkon që procesi gjyqësor të zhvillohet në përputhje të plot me standardet e drejtësisë ndërkombëtare, të garantuara nga Kushtetuta e Kosovës dhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Ne si deputet të Shqipërisë jemi thellësisht të shqetësuar për se këto devijime apo ndikime politike të ZPS-s cënojnë legitimitetin dhe panshmërinë e procedurës gjyqësore. Ne jemi thellësisht të vetëdijshëm se lufta e UÇK-s në drejtimin
e Hashim Thachit, Adem Jasharit, Femilla Drovsit dhe heronjve të tjerë të Kosovës dhe sakrificat e popullit janë fakte historike të dokumentuara që nuk duhet të stigmatizohen apo relativizohen përmes interpretimeve të njëanshme politike. Rezoluta jonë konfirmon se lufta e UÇK-s u zhvillua kundër regjimit të Miloševićit, i cili në këto vite po kryente krime sistematike kundër popullatës civile në Kosovë. Dhe UÇK-ja, si themeli i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës, ishte dhe mbetet një lëvizje legjitime çlirimtare për liri, vetëvendosje dhe të drejta themelore të njerëzit në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Vlerat kryesore të kësaj rezolutës son, e cila nga dhe të dy artusit meritojnë përgëzime, e cila u drejtohet dhomave të specializuara në Hag, Parlamentit Evropian, Këshillit të Sigurimit të OKB-s, OSBE-s e të tjera, është që rikonfirmon dëshirën, vullnetin e parlamentarëve shqiptar për respektimin e standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe thekson se të gjithë ne i kemi borxh UÇK-s. Ruajtja e kujtesës historike është detyrë për çdo shqiptar të ndershëm. Ne sot me këtë rezolut jemi në krah të luftës, të jetës që dhanë heronjtë kombëtar Adem Jashari, Femilla Drovsi, heronjtë e gjallë Hashim Thaçi, simboli i rezistencës Adem Demaçi, presidenti historik Ibrahim Rugova, i cili për një kohë bashkëqeverisi me Thaçin dhe me drejtues të tjerë të UÇK-s. Dhe gjua që kanë përdorur, fal edhe përvojës së tyre të dy ish ministrat e jashtëm, është një gjuhë dhe një ton juridik dhe institucional, duke mos cënuar pavarësinë e gjykatës. Këtë duhet ta theksojmë. Në mendimin tim, rëndësia e deklaratës është se konsolidon të gjitha ato interpretimet historike për UÇK-n dhe luftën, lëvizjen për liri dhe çlirim në Kosovë, i konsolidon në një sallë të nderuar siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Forcon kërkesën për standarde të larta në forcimin e ligjit dhe duke i kërkuar gjykatës speciale dhe gjithë institucionet ndërkombëtare që të respektoj standardet ndërkombëtare, rezoluta jonë mbron të drejtat e të akuzuarve brenda kornizës së drejtësisë ndërkombëtare, promovon pavarësinë juridike dhe procedurale. Ne me këtë rezolut dhe unë kam besimin që do të dim të sinergjizojmë përpjekjet me Kuvendin e Republikës së Kosovës, me presidentët e të dy vendeve, me institucionet të tjera në Shqipëri dhe në Kosovë. Dëshiroj të kujtoj për deputetët deklaratën më të fundit, është një deklarat shumë me përmbajtje e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademikët kosovar kanë bërë dhe një propozim për një mekanizëm monitorimi i zbatua për zbatimin e kërkesave të ligjit që vetë Kosova, vetë presidenti Hashim Thaçi miratoi në vitin 2015. Jam i bindur dhe të gjithë ne deputetët po votojmë sot dhe votojmë në emër të gjitha grupeve parlamentare dhe në emër të partive tona politike përfaqësuese në Kuvendin e Shqipërisë. Ju falemnderit. Faleminderit zoti Leskaj. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, fjalën e ka kryetari i grupit, zoti Taulant Balla. Zoti kryetar, zonja e zotrinj deputet, dashur qytetar shqiptar, spari dua t'i falenderoj të dy kolegët që morën përsipër detyrën e ngarkuar nga Kuvendi për të hartuar me urgjencë një deklarat e cila u prezantua këtu në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në emër të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dua të shpreh qartazi se kjo deklarat është në konsekuencë plot me qëndrimet e Partisë Socialiste të Shqipërisë në këto 35 vite në Kuvendin e Shqipërisë, sa i përket çështjeve që lidhen me Kosovën, çështjeve që lidhen me pastërtinë e luftës çlirimtare në Kosovë dhe me çështjet që lidhen edhe me
arsyet, raportet, faktet që të shuan në krijimin e kësaj gjykate dhe për fat keq edhe në këtë kërkesë përfundimtare të prokurisë speciale të dhomave të specializuar në Hag, ndaj drejtuesve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Zonja e Zotrinj, dashur qytetar shqiptar, sikur sot të ishte gjallë heroin kombëtar Adem Jashari, sipas këtyre prokurorëve, edhe ai duhet dënohej me 45 vite burg se luftoi për lirinë e vendit vet, por heroin kombëtar Adem Jashari bashkë me shumë heroin të tjerë që u përmendën këtu, nuk mund të përballen me këtë akt akuzë sepse pushtuesi i ka vrarë. Bill Clinton, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta quante fitoren e pavarësisë e lirisë në Kosovë një fitore demokracisë dhe vlerave të saj, duke nënvizuar se edhe kombet e vogla mund fitojnë nëse e drejta qëndron pas tyre. Kosova për botën dhe Shtetet Bashkuara, për NATO-n qëndroi për diçka më të madhe se sa vetë Kosova. Sipas kësaj pretence dhe Bill Clinton, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që urdhëroi forcat e NATO-s të ndërhyjnë kundër forcave serbe që vrisnin e prisnin këto që i dilte përpara, duhet shpallur fajtor. Sipas tyre dhe i dëgjuam me vesh në habit madhe edhe Wesley Clark apo James Rubin, përfaqësuesit më të lartë të NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk pas kanë thënë vërtetën para gjykatës. Pretenca në Hag kundër komandantëve të UÇK-s nuk ka asnjë dyshim, jo për ne shqiptarët, por të gjitha kombet e lira, është një batërdi e tmerrshme dhe padyshim është një balt në vijim të baltave që janë përpjekur të hidhen në këto 27 vite kundër luftës shkrimtare në Kosovë. Qëndresa paqësore e popullit të Kosovës, betejë e drejtë për liri e ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe valët biblike njerëzore që i iknin kasaphanës na qenë kanë zeruar duke i lënë vendin trillimeve se gjoja ushtria shkrimtare e Kosovës sipas tyre na pasa qenë një grup i strukturuar kriminal me drejtim, me zbatim dhe gjithçka tjetër. Ajo pretencë motra e vëllezër shqiptar është një alarm i madh për secilin prej nesh këtu, për ata që na kanë dhënë nderin e madh t'i përfaqësojmë dhe për çdo shqiptar në çdo cep të globit, sepse nëse ajo gjykat e gje në fund të këtij procesi i referohet këtij dokumenti të kësaj prokurie, i bi që shqiptarët na qenë nga vrasës, shqiptarët na qenë nga një komb i cili kur lufton për liri boka dhe grupe kriminale. Duke qenë bindur se pavarësisht se nuk mund vendosen paralele midis masakrave njerëzore, spastrimeve etnike, vrasjeve, përdhunimeve dhe krimeve të luftës, nga drejtuesit e vërtet të makinerisë zyrtare luftarake serbe dhe paramilitarët e saj gjatë luftës dhe integritetit të kauzës së drejtë të luftës UÇK-s si reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë popullit të Kosovës, kam një pyetje për prokurorët. Janë 12.000 bi e bia shqiptar të cilëve ju grabit jeta në Kosovë. Janë 20.000 gra dhe vajza shqiptare në Kosovë që u përdhunuan. Janë dhe 1.600 shqiptare të vdekur e të pakallur, ose si i thonë me këtë gjuhën byrokratike të Hagës, rezultojnë të zhdukur. Po për këta, çfarë mund bëhet? Dhe si do t'i bëhet? Dhe monumenti i errësirës
nuk mbaron me kaq. Sot komandantët e USHK-s përballen me plot 180 vjet burg. Kërkesa përfundimtare e prokurorëve të USHK-s. I hodha dhe unë një sy, sikurse shumë për ju shebët, ndaj të gjithë personave të akuzuar nga makineria vrasëse serbe në Kosovë, dhe nuk gjeta askënd prej tyre, të paktën për krimet e Kosovës, që të kishte mbi supe një kërkesë me 45 vite burg. Kur bëhet fjalë për 12.000 të vrarë, 20.000 vajza të përdhunuara dhe 1.600 zhdukur. Kërkesat e prokurorisë speciale në Hag, në rastin në fjalë, varionin mes 18, 20, 22, 23 vjet. Vetëm njërin gjeta, po këtë nuk e gjeta në krimet e Kosovës, po gjeta krye kriminalin e Europës pas luftës dytë botërore, Ratko Mladić, ndaj të cilit kjo prokurori kishte kërkuar po 45 vjeç. 45 vjet burg. Shikoni se si mund të mdekdiset trillimi deri në atë pikë që të barazosh krye kriminalin i cili akuzohet për 8.000 viktima në Srebrenicë, ndërkohë që nuk ka asnjë provë, sikurse e tha zoti Leskaj, nuk ka asnjë provë, asnjë fakt ndaj komandantëve të USHK-s. Zonja Zotri, Kuvendi i Shqipërisë, kjo sallë këtu, me përbërje tjetër, i ka kërkuar zyrtarisht Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të rishikojë rezolutën 1782/2011 dhe të shpallën të pabazuara pretendimet për trafik palishëm të organeve njerëzore në Shqipërinë, Kosovë në dritë e zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj dekade, fakteve, prova dhe informacionet përditësuar. Pra, Shqipëria si një vend antar i Këshillit të Evropës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka goditur dokumentin bazë mbi cilin është ngritur kjo gjykatë, pa i hyrë atij diskutimit të fajeve dhe të arsyeve pse u ngrit, pse u hartua ai dokument. Pra, praktikisht ky kuvend i Shqipërisë me deklaratën e sotme është konsekuent në atë që ka thënë ndër vite. Dhe unë mendoj që edhe në përmbyllje të fjalës time, dua që ta kuptojmë gjithë se sa e rëndë është për ne si komb ajo kërkesë, dhe dua t'ju ftoj të gjithëve, kush ka mundësi natyrshëm, por dua të ftoj gjithë kombin shqiptar, gjithë popullin shqiptar, në 17 shkurt, në orën 14, duhet jemi të gjithë në Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit. Nga deputetët jashtë grupeve parlamentare, fjalën e ka kërkuar zoti Erald Kapri.